tashmë pas ishte lufta e Sirisë, ishte edhe e Iranit dhe pas asaj do kemi rrallën në Turqi. Pra, Izraeli tash të pushtojnë Turqinë siç bëri me Sirinë, me Libanin, me Iranin e tjera, por duhet parë pak nga ana më makro në fakt di sepse Turqia është aleate e NATO-s dhe është 52 është anëtare e NATO-s për të drejtë të plota, plus që Turqia ka qenë perëndimi i lindjes dhe lindja e perëndimit. Domethënë ka qenë në një vend shumë strategjik, qoftë në gjatë luftës së Shortë, që ka qenë pika kryesore, domethënë që ka qenë komshia i Bashkimit Sovjetik të asaj kohe, domethënë. Edhe në këtë Turqia ka qenë e domosdoshme edhe vetë për vetë mbrojtjen e NATO-s, por edhe për Bashkimin Evropian. Edhe pse Turqia ose të ndryshe politik bërësit e Turqisë, sidomos të 3 dekadat, 4 dekadat e fundit nuk kanë qenë aq të zot sa të lozin diplomacinë e duhur me Brukselin që të jetë anëtare e plotë në BE, kurse në NATO nuk ka humbur kurrë rëndësinë e saj që ka pas. Pas 9 vjetës që u shpërnda Bashkimi Sovjetik, Jugosllavia të tjera, pastaj Turqia u duk sikur është e parëndësishme për vetë Amerikën, por në fakt Amerika është pak më e zgjuar se sa gjithë Europa, sepse në fund ajo po në botën dhe Turqia si dha një rol të veçantë, të thënë për me ta qenë demokratizimin apo për një paqe sa më të gjatë në Ballkan, dhe Turqia ishte si të thënë vllai i madh i Amerikës për në Ballkan, qoftë me faktorin shqiptar, por qoftë edhe në Kosovë, me Malin e Zi, diku ande, diku këtë me si kujtohet derisa mori pavarësinë e saj, po ashtu edhe me Maqedoninë. Dhe në këtë por ato gabime që bëri Turqia, për mos u fut shumë në histori, dhe gabime që bëri Turqia këtë 7 vitet e fundit bëri gabime fatale në umbrellën e NATO-s, ku Turqia është anëtare e NATO-s dhe të gjithë mbrojtjen, të gjithë ushtrinë e saj e ka të sinkronizuar me NATO, që ka të bëhen gati 18 vite që është në NATO dhe nuk ka Turqia një ushtri alternative kundër NATO-s. Pra, është vetë NATO është Turqia dhe bazat ushtarake të NATO-s, po ashtu edhe të Amerikës, në Turqi janë me vjetra. Kështu që Turqia para disa viteve për kërkonte mbrojtjen e Amerikës, në sistemin e mbrojtjes të Amerikës, dhe Amerika nuk ja dha për shkaqet e asaj kohe, siç ishin atëherë edhe pak edhe problemet Greqi Turqi dhe e la të priste Turqinë, por në atë kohë Turqia çfarë bëri, domethënë po i njëjti president që është Soshin, zoti Erdogan, bleu nga Rusia mbrojtëset së 400-shat, domethënë për punë Amerikës, por në fakt edhe që tash më bëhen gati 10 vite, në mos gaboj, ndoshta janë bërë 10 vite, ende nuk i kanë futur në sistem, sepse sistemi i ushtrisë turke është sinkronizim i NATO-s dhe S-400 nuk janë punë dhe aty nxorri probleme shumë të mëdha me Turqi. Pastaj u bë edhe ndërhyrja e fuqit ushtarak në 2016, para 9 viteve, dhe aty po të thuash i acaroi 6 mase marrëdhëniet me Turqi, saqë Trumpi pa të nisë një letër të saj që hala e ka varur në Trump Towers, edhe thënë që president Erdogan blerë menjen orë budallë dhe mos mbon tërtër, po manisat pastorin që i ka ti manistet dhe Turqia u detyrua, pra presidenti Erdogan në thojza me emër të drejtësia bëra punëve, presidenti Erdogan dhe ja dërgoi pastorin për 24 orë në Amerikë. Domethënë pra ishte arrestuar, ishte që ishte një kryesor që bëri fuqin ushtarak të vini me 15 korriktimi i 16 dhe ai doli pa paqe dhe i në Amerikë. Domethënë aty Trump i aferoi marrëdhëniet shumë me Turqinë, domethënë Turqia me Amerikën, sepse duan të luante me dy këmbë, domethënë edhe nga Rusi, por edhe nga Amerika, po ashtu edhe nga vendet e Bashkimit Evropian, po ashtu edhe nga lindjet që kështu në një aleancë dhe një kyçe dalën, një geostrategji shumë të rëndësishme dhe një gjeografi perfekte, atëherë do të dish se si të duash dhe këto gabimet e Turqisë, domethënë ishin në administratën e parë të Trumpit, po ashtu edhe në Biden vazhduan saqë për 4 vite si asnjë president po thuash në historinë e Amerikës nuk ka bërë 4 vjet president që mos të vi në Turqi ose mos të ftoj president apo kryeministrin turk në Bruxelles, në Washington, dhe për herë të parë Bideni, domethënë nuk e rast në Turqi, por edhe Erdogani nuk e ftoi në Amerikë. Dhe
Për këtë normalisht që Turqia dhe intelektualet e partisë Erdoganit, po ashtu edhe shteti turk e kuptuan që po tash nuk kemi bërë gabime dhe filluan të ndreqin gabimet e veta. Pra, pastaj fillojnë marrëdhëniet e mira dhe siç dihet në fushatën e tij, zoti Trump thotë që Erdogani është një njeri një burr shumë i mençur, i zgjuar e të tjera e të tjera. Duke qenë se me amerikanët ju e dini mirë që nuk ka drejt falas, tani çfarë janë skenarët që çfarë po i kërkon Trumpi ose çfarë do t'i kërkojë në këmbim të kësaj mbështetje? Po, dhe e mora pak gjërë dhe bërë që ta kuptojnë edhe opinioni juaj, sepse kemi me qindra mijë në miliona ndjekës dhe i shoh që ju falenderoj edhe ju për bashkëpunimin, jam shumë i njohur. Është kënaqësi gjithmonë dhe për këtë bëra këtë përmbajtje dhe tashmë Turqia ka